Edisona, të përshëndes, ka nisur një hetim në fakt sa i përket edhe këtij zhvillimi. Kemi 6 fëmijë të cilët dyshohet se janë infektuar me salmonel. Çfarë thot grupi hetimor për këtë ngjarje? Përshëndetje, sapo është marrë njoftimi në fakt efektivët e policisë të komisariatit të Gramshit, të asistuar gjithashtu nga specialistët e komisariatit të Elbasanit, menjëherë ka nisur procedurat për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje, e cila deri më tani konsiderohet si e rëndë për shkak se të paktën 6 fëmijë dyshohet se pas konsumimit të vaktit të drekës në kopshtin numër 1 të qytetit të Gramshit ka shfaqur simptoma helmimi dhe nga ekzaminimet paraprake të kryera rezulton se të paktën njëri prej tyre ka helmim nga salmonela. Menjëherë efektivët e policisë të vënë në dieni nga prindërit, por gjithashtu edhe bluzat e bardha të spitalit të Gramshit kanë nisur hetimet, nga ku sipas deklaratës zyrtare të policisë së Elbasanit bëhet me dije se tashmë janë sekuestruar kartelat e 6 vogëlushve dhe gjithashtu janë marrë në cilësinë e provës materiale edhe procesverbale të mbajtura nga mjekët gjatë ekzaminimit dhe dhënies së ndihmës ndaj fëmijëve, të cilët nga ana tjetër i përkasin grup moshës nën 4 vjeç, pasi janë fëmijë të kopshtit në qytetin e Gramshit. Gjithashtu, policia bën me dije se tashmë prokuroria ka nisur hetimet dhe paralelisht me prokurorinë në ambientet e kopshtit numër 1 të qytetit të Gramshit kanë shkuar gjithashtu për të marrë monstrat nga Instituti i Shëndetit Publik dhe gjithashtu nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Duke qenë se ngjarja ka ndodhur të premten që lan pas, pra javën që shkoi, është bërë mundur vetëm marrja e monstrave të cilat janë gjetur momentalisht në kuzhinën e kopshtit. Sipas informacioneve të deritanishme, ushqimi në kopshtin numër 1 të bashkisë të Gramshit, ashtu si në pjesën më të madhe të kopshteve publike në Gramsh, dërgohet në formën e catering, pra përgatitet nga një firmë e cila ka fituar tenderin dhe e dërgon ato të gatshëm në kopsht. Stafi i cili ndodhet në ambientet e kopshtit vetëm bën shërbimin ndaj fëmijëve. Deri më tani të paktën rezulton se janë vetëm 6 fëmijë të cilët kanë shfaqur simptomat e helmimit, por për arsye sigurie janë marrë masat edhe për fëmijët e tjerë të cilët frekuentojnë kopshtin dhe në ditën që bëhet fjalë gjithashtu kanë konsumuar edhe ushqimin e drekës pikërisht në ambientet e kopshtit. Tashmë do të jetë prokuroria e Elbasanit e cila ka nisur tashmë hetimet dhe do të zbardhë rrethanat e plota të ngjarjes nëse kemi të bëjmë me një helmim nga pakujdesia dhe që lidhet me ushqimin apo nga shkaqe të tjera të cilat mund të kenë shkaktuar probleme shëndetësore tek të veshlit. Mirë, Edisona, të falenderoj për këtë raportim dhe informacionet që përcolle.